Shoqata e peshkatarëve profesionist Durrësak mohon zërat se rreth 50 peshkaregja të flotës së Durrësit do të shkatërrohen për shkak të amortizimit dhe mungesës së një kantieri për riparimin e tyre. Kryetari i shoqatës së peshkatarëve, Klodian Kapiti, deklaron se nuk ka asnjë urdhër për shkatërrimin e anijeve. Nuk ka asnjë sens logjik që të menosh sot shkatërrosh 50 anije të flotës peshkimit, duke ditur që ata janë pjesë territoriale e lëvizshme e këtij vendi, të certifikuara dhe me flamur shqiptar dhe pronësi shqiptare. Kapiti shpreh se as qeveria e kaluar dhe as qeveria aktuale nuk e kanë mbështetur sa duhet peshkimin. Që nga viti 2010 është bërë një ndërhyrje barbare në kantierin detar, i vetmi kantier që ishte i autorizuar dhe i certifikuar për riparimin e mjetëve të peshkimit. Ne sot po vujmë kostot lartë në faturë riparimin e mjetëve në vendet e rajonit. Peshkimi është përballur vitet e fundit me probleme serioze si mungesa një kantieri për riparimin e peshkaregjave, çmimet e larta të karburantit apo konkurrenca e pandershme.